një pjesë prej tyre kanë vrarë edhe veten, pra gratë që kanë vrarë veten. Pra është një makabritet që ka ndodhur në atë periudhë nga shovinistët serb, cilët kanë qenë të pa moral, pa zbatuar kodin e luftës. Ato që bëri Miloševići me shtetasit e Kosovës është e barabartë me atë në një farë forme që bëri dhe Hitleri me izraelitët, me hebrejt? Patjetër që është akoma më e rëndë, pra nëse do të bënim një krahasim, atëre ky është një krahasim e cila shkon paralele me njëra tjetrën, por duhet të kuptojmë momenti kur ka ndodhur që krimet të cilat i ka kryer Miloševići janë akoma më të rënda për vetë faktin në kohën kur janë kryer. Pra nëse ne kemi një luftë të dytë botërore e cila erdhi për shkak të këtyre krimeve makabre që janë kryer ndaj popullsisë izraelite apo hebre në atë periudhë dhe gjithë bota u fut në luftë sepse krimet ishin të patolerueshme edhe pse informacioni dhe mënyra se si përhapeshin këto krime nuk ka pasur transparencë, ka qenë ndryshe, pra ndërkohë që në shekullin e 20, pra kemi krime të cilat janë zhvilluar në shekullin e 20, në kulmin e teknologjisë, kishte kaluar lufta e dytë botërore, në mes një vendi i cili ndodhet në mes të Evropës, pra ne jemi në Evropë, Kosova, shqiptarët e Kosovës janë në Evropë, Serbia po ashtu, është në kontinentin europian, nga kontinentet më të zhvilluara, është pranë kufi me vendet të cilat janë vendet të aleancës së Atlantikut të Veriut, vim pas një lufte të dytë botërore, pas një lufte të ftohtë dhe kemi një sër momentesh për cilat bota ka bërë histori në këtë periudhë 45 vjeçare, pra pas luftës së dytë botërore, dhe vim tek një i çmendur i cili ka qenë një Hitler i dytë, por akoma më i rënd, krimet e tij janë akoma më të rënda, sepse ndodhin vetëm pas 45 viteve, ku mendoj që bota të kishte nxjerrë mend, pra të kishte nxjerrë mësime lidhur me mënyra se si mund të izoloje ky konflikt, por mund të them që Evropa për shkak edhe të një aleance të fshehtë që ka me njëra tjetrën, pro-Serbis, pra kemi shumë aleanca të cilat e duan Serbin, e duan për shkak të mbështetjes që ajo ka nga Rusia, pra nuk është e vetme Serbia, ne kur flasim për Serbin, duhet të nënkuptojmë Rusin. Pra Rusia është ajo që ka diktuar gjithmonë dhe ka lëvizur fijet e fuqive europiane të cilat ndërmarrin politika. Dhe fakti që ata eshtën për gati 2 vite, pra kemi 2 vite në mënyrë të vazhdueshme për ndjekjet që janë bërë shqiptarëve të Kosovës, dhe edhe kur u fut NATO-ja, pra kemi një moment që u fut pasi aty ishte bërë kasapan, pra në momentet më decisive kur u turpërua kjo aleancë kaq e madhe ndërkombëtare, u turpëruan fuqitë e mëdha për të cilat i kanë borxhe, pra shqiptarëve, pra nuk është vetëm ky moment, sepse ka më para ka me disa episode dhe momente të veçanta të shumta ku fuqitë e mëdha kanë ndikuar shumë qoftë në ndarjen e shqiptarëve, pra në 5 shtete, por edhe për mënyrën se si janë sjellë me shqiptarët. Dhe këtë mendoj që e bëjmë për shkak të një përçarje që duan të sjellin, duke qenë se ne jemi popull i lirë, një popull i zgjuar, popull i cili ka dhënë shumë për qytetrimin në të gjitha kohrat dhe natyrisht që kemi shumë veti të cilat popujt e tjerë
na i kanë zili, pra nuk duan shqiptarët, nuk duan sepse ne jemi krenar, ne nuk e ulim asnjëherë veten tonë dhe natyrisht që jemi të gatshëm që të sakrifikojmë për shumë gjëra të cilat popujt e tjerë nuk i bëjnë dot. Kështu që për të arsye kanë përdorur fuqitë e mëdha të gjitha mekanizmat për ta ndarë të popull, por natyrisht që drejtësia gjithmonë triumfon edhe në këtë rast, edhe pse kaluan kaq vite, shekuj të tërë lidhur me Kosovën, Kosova e fitoi pavarësinë, nesër Kosova do bashkohet me Shqipërinë, pra ne do vi momenti ku të dyja vendet do të bëjnë referendum dhe natyrisht që ne do kemi një shtet të vetëm, ashtu sikurse ka qenë vite më parë, pra Dardania do t'i bashkohet Shqipërisë. Kështu që do vi ky moment, por përpara se të vi do të zgjidhen problemet lidhur me Serbinë, shumë çështje të cilat janë ende të pambyllura, dhe në momentin që Kosova do ta fitojë 100% pavarësinë dhe njohjen ndërkombëtare, atëherë tu jemi përpara vendosjes së popujve, pra ne të dyja shtetet të cilat jemi të ndarë në mënyrë administrative të tillë, ne kemi mundësi që të votojmë me referendum bashkimin në një shtet të vetëm. Kështu që ndaj jemi në një fazë shumë të mirë. Në momentin që do dali edhe nga burgu lideri historik i cili ka bërë luftën, pra zoti Hashim Thaçi, i Partisë Demokratike të Kosovës. Pastaj do ndryshojnë edhe balancat, do ndryshojnë për vetë faktin sepse tashmë kemi një kryeministër i cili ka krijuar vetëm konflikte, pra konflikte të cilat janë të panevojshme, lidhur me zhvillimet, pra me të drejtat e shqiptarëve të Kosovës, drejtat e Republikës së Kosovës, me një diplomaci të munguar, pra duke hapur luftë në të gjitha frontet, dhe kjo nuk i shërben interesit të Kosovës, por i shërben interesit të Serbisë. Pra të gjitha ato aludime të cilat u bën për zotin Thaçi, që zoti Thaçi ka dashur të shqetësi interesat e Kosovës e tjera me radhë, lidhur me mënyrën se si ka bërë koncesion për Kosovën, u provua që ka qenë vetëm një demagogji. Ai ka qenë gjithmonë krah popullit Kosovës dhe krah Republikës Kosovës për të fituar një status sa më të shpejt, pra në mënyrë që të shkëputej sa më shpejt nga Serbia, por për më tepër ajo që intereson Kosovës është që të marrë një njohje nga Serbia. Në momentin që merr njohje nga Serbia, duke qenë se presioni ndërkombëtar rritej kundra Serbisë, dhe kjo do të ishte në favorin e shqiptarëve të Kosovës dhe të Kosovës vetë. Me ardhin e zotit Kurti, gjërat kanë ndryshuar, pra ai është një demagog shumë i mirë për sa i përket çështjes kombëtare, por natyrisht luftën nuk e ka bërë zoti Kurti, pra edhe i e dyshime sikur ka qenë ai i cili mundet të jetë marrë, pra të jetë marrë nga forcat serbe.